Si pasojë e mungesës së vizionit të plot qeverisjes, vitia është karakterizuar me shkelje të vazhdueshme të ligjeve dhe procedurave, politizim dhe rënje të cilësisë, anashkalim të bujqësisë, shërbime jo adekuate shëndetësore, infrastrukturë gjithnjë e ndëdëmtuar, rënje të investimeve, rritje të keqpërdërimeve, arrogancë dhe jo transparencë të qeverisje, militantizëm partijak, rënje të shërbimeve të administratës komunale, panishmëri e kategorive në nevojë, anashkalim të rinisë, imunitet të mergatës, si dhe shumë të kuri tjera negative. Lëvizja vendosi konsideron se vitia dhe qytetarët e saj nuk e kanë të qenë. Ka ardhur momenti që ky trend negativ ndalë dhe këtë mund ta bëjmë vetëm bashkimi i qytetarëve të vitit me lëvizjen vendosje dhe me alternativet e saj qeverisë, e cila garanton një qeverisje tërësisht ndryshe nga që kemi parë na deri më tani. Zonja dhe zotëri, problemet e gruas në Kosovë janë të panumëta. Institucionet nuk janë treguar të suksesshme me parandalimin e dhunës në familje dhe trafikimit të grave dhe vajzave. Punëdhënësit e sektorit publik dhe privat u shmangën punësimit të femrave dhe ngritjes së tyre në karrierë për shkak të pushimit të leunisë. Problemet e grave dhe vajzave shumë pak adresohen në institucionet legislative, si në nivelin qendror, ashtu edhe në nivelin lokal. Për të pas një mjekësi, çfarë meriton kjo popullat, detyrimisht duhet të rritet buxheti për shëndetësi si në nivelin e Kosovës, po ashtu edhe në nivelin komunal, për të siguruar kushte optimale për trajtimin shëndetësor të qytetarëve të komunës tonë. Angazhimi ynë personal, individual, është i domosdoshëm dhe shumë i rëndësishëm për lëvizjen e dosje, por këtë nuk bën ta konceptojmë sikur faktorin kështë të ekzistencës të lëvizjes së dosje apo të këtij koncepti politik, i cili është koncept i kombit shqiptar që vazhdon ndërshekësh. Pra, të nderuar pjesëmarrës, për ta përfunduar, natyrisht që këto ndryshime që i kërkojmë ne, nuk e kemi asnjëherë iluzionin që janë të lehta edhe që janë afatshkurtë. Këto janë edhe të vështira, pra është rrugë e vështirë, edhe ka mundësi të jetë rrugë e gjatë. Mirë po, nuk është e pamundshme, dhe është e pamundshme vetëm nëse plotësohet një kriter që është i domosdoshëm. Dhe ky kriter është ai që e përmendi kandidati për kryetar të komunës së Vitit, Dr. Salih Saliu, pra është të bëhemi bashkë. Jo vetëm ne këtu, por të bëhemi bashkë me qytetarët, sepse vetëm bashkë mund ta ndryshojmë atë që është e përbashkët dhe atë që është në interes të përbashkët. Ju falenderoj.